janë disa kaptina të cilët vërtet meritojnë të trajtohen, sidomos ditët e xumaja, për të rifreskuar memorien tonë, kujtimet tona, për të ullur atë nivelin e stresit që kemi brenda javës, edhe është interesante se vërtet është dita më begat e javës, është dita e xumaja, jo rastisht të gjitha ngjarjet prej krijimit të universit deri në shkatrimin e universit, krejt ngjarjet më të rëndësishme dashur vëllezër do të ndodhin dhe kanë ndodhur në ditën e xumaja. Edhe jo rastisht në një formë simbolike mund të themi se besimtarët dhe besimtaret ditat e xumaja e shkatrojnë atë shqetësimin e akumuluar gjatë 6 ditëve tjera. Do të thonë, është momenti ditën e xumaja, edhe pse ne gjatë gjithë javës bëjmë ibadete, bëjmë namaze, por dita e xumaja Allahu xhaleshanu më thonë e vjetëfishon shpërblimin e ibadetit, shpërblimin e punëve të mira, shpërblimin e çdo niyeti të mirë, aq më tepër kjo kur shoqërohet me faljen e xumas, me salavate pejgamberit alayhis salatu wassalam, që duhet të shtohen prej natën e xumas deri në ditën e xumas mbas akşamit, me leximin e kaptinës Kehf, kaptinës e cila ju e dini shumë mirë se i ka ato 4 mësimet e bukura, prandaj duhet të lexohet çdo xumas. E kështu me radhë, do të thonë, është një moment dita e xumas dhe nata e xumas janë momentet më të bukura kur besimtari i thot dynjas a be mjaft ma, hajli rom një herë direkt unë të takohem me Allahun. Firma, puna, biznesi, ngarkesat, shqetësimet, streset e gjëra tjera, krejt njeriu duhet i lë anash atë e bën çdo namaz, por dita e xumas është më e bukur, edhe Allahu xhaleshanu më thon sikur i lidh shejtanat pak më tepër ditën e xumas. Keni parasysh, njeriu spontanisht vetvetiu ndjen një kënaqësi të veçantë xumanën. Andaj, aq më tepër kur e xumaja shoqërohet me ligjërata, me faljen e xumas, me këshillat e hoxhallarëve dhe dietarëve kështu me radhë. Andaj, ne zgjedhëm herë çdo xumas, me thon, si freski të asaj mendjes tonë, e cila don të jetë non stop e lidhur me Allahun, zgjedhëm her pas here ajete kuranore për të freskuar zemrat tona dhe shpirtrat tanë, të cilët vërtet në këtë kohë krize, në këtë kohë gjinahi që bëhet me të madhe, kjo i rifreskon dhe i freskon zemrat tona inshallah dhe i zbut ato. Allahu xhaleshanu dashur vëllezër përmes shumë ajeteve, por unë kam zgjedh 4. Do të thonë, përmes këtyre ajeteve na bën që na thot që unë kam shumë premtime për ju. Shumë premtime ka Allahu xhaleshanu. Keni parasysh në Kuranin famëlar. Dietarët kanë bërë një analizë shumë interesante. Me thonë, edhe kanë thonë kështu, nëse mirëni të analizoni Kuranin, dashur vëllezër, nëse analizoni Kuranin si libër, se ne pak miremi me Kuranin, fatkeqësisht. Ne fatkeqësisht më pak me Kuranin miremi, me krejt gjëra tjera, me përgojime, me futballe, me kronikën e zezë, ngosivar, djali vret babën tetof, baba vret djalin, shkup ku e diunë, nëna vret vajzën, këto na interesojnë më shumë. Nëse ne lidhemi deri diku, 100% është e pamundur, nëse lidhemi me Kur'anin, do shohim se, ashtu si kanë thënë edhe ata që kanë nxjerrë një statistikë shumë interesante, që 97% e Kur'anit, 97% e Kur'anit përmban motivim. Këtë keni parasysh, jo se nuk e din askush, ne krejt në përgjithësi e dim, ama se 97% nuk e kemi ditur. Çfarë është fjala? Më thonë, gati se i tërë Kur'ani kjo i bie, 97% është gati se 100%, gati se i tërë Kur'ani është motivim. Çfarë më thonë? Është një gajret për jetën, është një gajret për problemet tuaja, të mia të atyre tjerëve. Është një gajret dhe një motivim që ta lën atë dritën në fund të tunelit, ta lën qel, hapur. Keni parasysh, sot shifni ndash në internet, ndash në YouTube, ndash në Instagram, Facebook, gjithë kundi, ligjëratat më shumë dhe më të shpeshta kanë një tematik.
ku ti marrësh krejt përgjithësi. Cila është tematika? Tematika është motivimi. Si ti motivojmë njerëzit që jetojnë pak më rahat ta shkarkojnë stresin. E keni parasysh? Ti shkarkojnë gajlet. Shihni çdo ligjërat, bile ka edhe disa të urtë nga India, nga Evropa, nga Amerika, edhe troje shqiptare në Shqipëri kemi disa figura që mbajnë ligjërata, bile duhet të paguash atë ligjëratën edhe të hinsh ta ndëgjojsh, edhe ai të çliroje ti nga ajo ngarkesa shpirtërore edhe nga përditshmëria e mbinkarkuar që na ngarkon psikologjinë tonë. Shumë interesante është kjo. Shifni, njerëzit në përgjithësi vuajnë, më thonë, lumturinë e vërtet së në gjejnë, interesant. Kjo problemi. A Kurani thot, në 97% e ajeteve dhe vargjeve dhe sureve kuranore janë për motivim, janë për zbuqje zemrash. Allahu e përmendë një ajet shumë bukur. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. O Muhammed, shkoni, ki problem i ngushtimit të zemrës, i ngushtimit të gjoksit, i ngushtimit të shpirtrave tanë, nuk është sot, nuk është e reja kjo. Stresi nuk është i ri, por ne vonë kemi marrë vesh si term. Vonë, ne si do mos gjeneratët tona, vonë kemi marrë vesh për stresi. Atash, një fëmij 4 vjeçartët, më streso. Ajo di që fërë stres, interesant. A ne halasun e definojmë, e kemi ndëgjohë. A më shumë vonë e kemi ndëgjohë, interesant. Që të me thonë, nivelli është rritë shumë në përbot. Allahu Gjeleshanu këtë antistres terapin ja ka dhënë Muhammed Mustafas pa hapa, pa medikamente, pa infuzione, para 1400 vjetë. Çfarë i thotë? Muhamedi a.s. a i ngushtohaj dhe shqetsoj shumë sidomos në fillimet e shpalljes. Seftë, kur evi shpallja, a i kishte qejf, si unë kur isha i ri, kisha qejf kitë dinjohet bëhet musliman. A nuk është ashtu. E tash e kemi kuptu ndryshe, se nuk o dëshira jonë, dëshira është Allahut, a i vetëm ai nëse do mi bën krejt musliman. Edhe Muhamedi a.s. me ndonë të njëjtë, edhe ti, edhe çdo besimtar i ri, sidomos ku ka entuziazëm fort për islam, për fe, ai me ndonë krejt dinjohet apo e musliman, ka dalë nuk shkon kështu. Edhe Muhamedi a.s. mbërzitej shumë mbërzitej. Pse nuk e pranojnë islamin? Ashtu ti si e din të vërtetën, ose si e dim ne si o gjollar të vërtetën, ose si e dini ju si xhamat të vërtetën, ai qetri që luan gurdhën në kazino 24 saat, ai nuk e din si ti që e din. Edhe ati duhet t'i flasish me nivelin e ati, jo me nivelin tënd. Si dietarët më të mençur dënjo, kush janë? Janë ata që ju flasin popullit me nivelin e popullit. Ne si o gjollar, ne nuk duhet dalim këtu të tregojmë ne sa dim, po duhet ne dalim të tregojmë çfarë keni nevojë ju. Se sa ti mund dësh gjëra interesante. Apo çfarë ka nevojë pacienti? Apoteka s'u t'japë krejt ilaçet. Ai trap atë ilaçin që ankosh. Edhe pejgamberi alayhis salam shqetësoi aq tepër sa që binte mos themi depresion, por ishte i stresuar dhe i ngarkuar deri në atë shkasa që mbërzia e tij shihej në fytyrën e tij. Derisa i zbriti ajeti kuranor, o Muhammed, aq më tepër ai mërzitej, edhe pse nuk bëhen musliman? Një. E dyta që është shumë e rëndë, që edhe ne sot mërzitemi për një fjalë, për shkak keni parasysh. Me ta thonë dikush do një fjalë të rëndë, jo dinet, 3 net, por një natë do e bësh pa gjumë, saglam, me siguri. Keni parasysh, do një fjalë të rëndë, do një akuzë, do një fitne, do një shpifje, ta thot këtë e këtë. Edhe ti vërtet shqetësohesh edhe mund ta kalosh natën komplet pa gjumë. Se ta ka thonë atë fjalë. A Muhammedit alayhis salam, shkoni vëllezër dashur, vërtet vuajtjet e tij s'kan fund. Unë kam përmend shpesh ta marrësh prej fillimi kur ka lind si jetime deri kur ka vdekë 6.000 ka varros me dorën e vet e kështu me radhë. Përveç këtyre, ai ka pas shqetësim tjetër. I kanë thonë Renat Sak, i kanë thonë Mungjitor, i kanë thonë
epileptike, kështu më radhë, shef ëndra, shef ato. Edhe më në fund e kanë akuzuar, para mendoni çfarë akuze i kanë bërë Muhamedi alayhis salam. Kinë se gruaja e tij Aisha ka bërë zina, astaghfirullah. Mund ta imagjinosh gruaj e pejgamberit. Kuj pejgamber? Muhamedit alayhis salatu wasalam. Deri në këtë shkallë. Shifni, shpifjet nuk janë të reja në mesin tonë. Nëse, kështu për herë mendo, nëse për Muhammedin kanë thënë se gruaja e tij është lavire, astaghfirullah. Atëherë, në këtë dynja, tash në kohën e internetit dhe rrjeteve, gjithçka mund thuan edhe për familjarët tonë, astaghfirullah. E kjo, Kurani neve na tregon se si ta menaxhojmë këtë çështje. Sa bukur. A ne kemi hapat krejt në Kurani, ama nuk i pejmë, si pejmë, se duhet qilet Kurani, duhet lexohet, duhet marrësh abdes, duhet studiohet, duhet analizohet. Ti mund të jetosh i lumtur vetëm me një ajet, vallahi ladhim. Një ajet merr në Kur'an. Tash mos bëmë edhe parashikues. Ka mundësi, aq i urt dhe i but dhe shërues është Kurani dhe Allahu, ka mundësi që për çdo problem që ke në dynja, bëne këtë provë, mund të ndodhje. Një shoku tim i ka ndodhur. Bëne këtë provë, të më thonë. Hape Kuranin. Ku të hapet vetë, hape. Ka 600 disa faqe. Lexohat faqe, çfarë çdo faqe që jetë. Ka shumë mundësi që i laç jo të jetë kisha jo faqe. Nëse ka sinqeritet në zemrën tënde. Ka mundësi të madhe vallahi. Abe jo unë të them filan surje, filan ajeti, filan fjalë. Jo, ka mundësi aq shërues është, aq udhëzues është, aq antistres dhe antidepresant, sa që ka mundësi që kudo që të hapësh mund të gjejsh vetën tënde në Kur'an. Kudo. Allahu i thot pejgamberit alayhis salatu wasalam, Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wasallam, o Muhammed, wa laqad na'lamu annaka yadhiku sadruk bima yaqulun. O Muhammed, ne dim se ty të ngushtohet gjoksi. Shumë bukur, do të thonë, unë preferoj dhe çdo herë ndoshta i keni vënë re stilit të ligjerimit ton, kam qejf që çdo fjalë të analizojmë të ajeteve kuranore. Wa laqad na'lamu. Allahu thot, ne dim. Shko sa bukur i thot. Ku i thot Muhamedi alayhis salatu wasalam? Muhamedi ka vdek para 1400 vjetëve. Sot ti thot mua dhe gjithë neve, ashtu. Mbas 100 vjetëve atyre du në thosë, mbas 500 vjetëve tjerëve. Ajë çfarë thot? Laqad na'lamu. Ne dim. Kjo ne dim, du me thonë, ti, nëse ke zort, ke shqetsim, çfarë shqetsimit kesh? Vetëm qoj dorët, që? Ene, as bine nëse don, vine dhe një izolir ke goja. As gjo mos fol. Rri që këshu. Sa duesh e 5 minuta 10 një saat, sa duesh? Wallahi dhe billahi, Allahu e din se çfarë don të thuash, komplet e din. Ama kënaqësia e Allahut çfarë është? Çfarë kënaqësia e Allahut? Kënaqësia e Allahut dhul xhelal është ai ka qejf të bisedoje me ty. Ti të bisedojsh. Pse? Laqad na'lamu. Ai thot ne dim. Kret shqetësimet. Kret ngushtimin e gjoksit. Enneke yadhiku sadruk. O Muhammed, ne dim se ti të shtërngon gjoksi ngushtohet, shtërngohet. Prej çfarit? Bima yaqulun. Prej asaj që ato thonë. E dini se interesant, njeriu bën stres vetëm pse dikush ka thonë një llaf. Ashtu jemi ne. A shkenca çfarë thot? Tu alidhi me diçka tjetër. Shkenca thot njeriu, ne, trupat tonë. E dini se mbi 60% e trupit tonë është ujë. Ne jemi ujë. Ujë. Merresh të frullashtri dhe njeriu, gjak, pa i gjak i ujë është. I ka elementet e veta. Lëkura përmban ujë, keni parasysh. Gjese, çfarë del ato krejt. Ujë jemi ne.
E dikur të thotë, a be ki hoxha më duke se kërcej prej temen tem. Jo, s'kam kërcej prej temen tem. Një nobelist japones, një nobelist që e ka pranu islamin pastaj, ato kanë qëshit emrësh, nuk kujtohet për momentin emri, a thot, ka bo një eksperiment, edhe ke ujti zemzemit, edhe ke ujti qeshmave tona. Edhe qëfar thot? Nëse ujtit i flet me fjalë të mira, çdo ditë e mbushën një gotë ujë, e në le në tavolin, edhe i thua, mirë mëngjesi, esselamu alaikum, inna tajna kel kauthar, fesalli li rabbike wanhar, inna shaniyaka huwa al-abtar. E këndon mbi ujë këtë, ashtu. Nëse të njëjtin ujë, mbas ja ke këndu këto, thot, e merë e shtin, thot, ato pikat në mikroskop, edhe i këshe, ato pikat, çfarë kanë formulu? Mrenda përbërjes së ujit që është H2O, thot, formohen nga fjalët e bukura që ja ke thënë. Formohen kristale aq të bukura që mendja s'ta merr. Pse? Ujti ka memorie. Ujti mban mend. E ka bërë njëjtën analizë, njëjtin eksperiment ke ujti zemzemit, që ta vërtetuaj që ujti ka memorie, çfarë ka bërë? Ja ka këndu kul huvallahin ke ujti. Edhe, kur e ka pa, ka formu, për shembull, kristale 8 këndore, me 8 kënda, ashtu, të bukura, si ato kristalet e borës, e dini, kur ishte në mikroskop sa bukur duken. Edhe, kur ja ka këndu te betjedan, ato kristale kanë marrë formë tjetër, me 15 kënde, qoshe, ashtu. Pastaj përsëri a kthia ka këndu kul vallahin. I ka formu ujt njëjtat kristale që ja këndu pak më parë. I ka prish këto kristale të betjedas, i ka bërë prap kristale të kul vallahit. Që ujti mban mend. Që ujti i don fjalë të bukura. Keni parasysh dikush të frin ujt, ti atë ujtin e pin, ashtu. Edhe ndjehesh pak si mirë. Pse ndjehesh mirë? Pse se kaj uj është kënduar fjale e Allahut, pa tjetër të të bëje mirë. Edhe nëse nuk bën mirë, keq nuk bën. E tash ku dua të lidhi? Dua të lidhi që ne jemi të përbërë prej ujt, ashtu. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ka ajet kuranor. Edhe ne nga uj, bëm çdo gjë të gjallë. E dini? Çdo gjë që sheh syri jot dhe që nuk sheh, i dashur vëlla, çdo gjë u krijuar nga uji, nga një pik uji. Edhe ti je nga një pik uji. Edhe bebja që del në barkun e nënës që formohet, është nga një pik uji. Edhe pastaj shumica e trupit ton ka ujë, ashtu. E ne pse ndikohemi nga fjalët e këqija? Këtu duhet të dalë. Ne ndikohemi nga fjalët e këqija, ndikojnë negativisht në fjalët e këqija tek ne, dashur vëllezër, sepse trupi ynë përbëhet nga ujë. Edhe ujë i mban mend këto. A tham që ujë ka memorie? Dhe truri është krejt ujë. Ka memorie. Edhe ai e reagon negativisht ndaj fjalëve të këqija. Me të thonë dikush, ama hadis frajeri e. Ama drejtë të rego, a bëha qefi? Si s'bëha qefi, frajeri, nuk o keq? A bukurashi e? A knaq. Ama si ti s'kango si vrap gjimet. Bravo të ko, lejt. Bëha qefi. Bravo, ti ke eduku familje shumë të mirë. Shefi, thuaj, wa kullu linnasi husna. Allahu kështu e përmendë në Kur'an. Edhe thuanu njerëzve, thuanu fjalë të mira. Wa kullu linnasi husna. Njerëzve thuani fjalë të mira, se fjalë të këqija i shqetësojnë njerëzit, i shqetësojnë. Bile Kur'ani neve në urdhnon dashur vëllezër, thotë, kur të polemizoni me idhtarët e librit, e ka fjalën me krishterët e jehudit, bil mau'idatil hasane, përdor një këshillën dhe fjalën më të bukur,
Më të bukur. Pse më të bukur? Se kjo ndikon të ato. Ndikon, shumë ndikon. Fjale e bukur ndikon kë njeriu. A me i thonë një fjallë të keqe? Ngushtohet. Ndoshta në moment nuk ta kthen, ama natë nuk do bëhet gjumë. Me ka njeri pak ma i but në karakter, ma i thyeshëm, ma emocional, 3 net pa gjumë do rije. Ose një javë, karakteret ndryshojnë. Shifni Kurani çfarë na mëson dashur vëllezër. Ai na thot ne dim. Kjo e bukur është. Allahu e din. Allahu e din se çfarë të ndodhen ty në gjoksin tënd, dhe çfarë të zihen në trupin tënd, dhe çfarë të gurgullon në atë kazanin e trurit tënd. Çdo gjë e din Zoti. Wala kad na'lamu. O Muhammed, o njeri, o besimtar. Abe ne dim, pse s'na tregon neve? E di kur e mbanda një sekret, kitë dinjoja, din të jemi hakatën të mbaj sekret. Ato në lejme ka dalë, ki hakatën ala. A me tim, Zoti e din. وَلَكَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Allah të të shtu, halama më e randë, kalibri më i madh. Ne dim, thot, وَلَكَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Ne dim çfarë i përshpërit nefsi ti, nefsi. Çfarë nefsi? Egoja e ti. Mendimet, unë e kam përmend këtë, burimi dhe vulkani i mendimeve tona është zemra. E dini? Zemra përmes impulseve të saja është e lidhur me trurin, ashtu. Ja çon trurit. Truri pastaj ja çon gojës edhe goja flet. Është një fabrik, njeri është një fabrik e komplikuar, shumë interesante. Ne dim edhe çfarë ju përshpërisin zemrat tuaja. Çfarë përshpëritin zemra? Edhe dem shefish. Hajs, si dem shefish. Si dem shesh, hajt. Koni, kërshi Allahut, dashur vëllezër, që të kemi një fotografi më të bukur për Allahut. Kërshi Allahut edhe mendimet sunim qefin. Kërshi njerëzve mund në qefi shumë gjana. Qef. Ama kërshi ati mendimet sunim qef. A vetëm mendimet? Jo, vetëm mendimet. Edhe përshpërit që të zemrë sunim qesh. Prandaj Allahu i thot Muhamedit alayhis salatu wassalam, وَلَكَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ. O Muhammed, ne dim që ti të ngushtohet zemra edhe gjoksi. Këtu ajo pjesë e shqetësimit, e dini? Ke gjoksi. Prandaj ka zbrit elem neshrah leke, surja sherh, surja e pastrimit të zemrës. Elem neshrah leke sadrek. Nuk thot Allahu elem neshrah leke aklek. Nuk thot, a nuk të pastruam trunin. Jo. Nëse gjoksi është rahat dhe zemra, truni rregullohet, pa problem. Andaj, kini kujdes të zemra, të gjoksi. Këto janë problemi më i madh. Zemra. Në Kur'an ka ajet tjetër në surën Bekare. Fi kulubihim maradun. Çfarë thot? Në zemrat e tyre ka smundje, nuk thot në trurin e tyre. Sa bukur. Pse? Se zemra ka trun. Keni lexoni. Nuk është e bidati jem kjo. Kjo është zbulimi i shkencës. Zemra. Siç ka truri diku te 73 trilion qeliza, truri ka qeliza aq tepër se cila qeliz ka nga një ADN që është 2 metre gjatë. Mendoni, qeliza nuk duket me mikroskop duket, po me syrin normal nuk duket, ajo brenda ka ADN-n to, atë shiritin e memorjes tonë, atë ID-n tonë ka. Me marë to, me triliona qeliza herët 2 metre, mund t'i lidhish prej tokës deri në diell, të dielli, nuk o planet, është yll, të dielli, shkojnë 60 herë. Vetëm truni jonë ka ADN, që nëse e bëjmë si shirit gjatë, shkuje 60 herë deri në diell edhe të kthehet, shkujet. Në del ateisti të s'ka Zot, e s'ta këpërova. Zot ka, po ti mend s'ke heq.
këtë shkencë e vërteton. Po shkencë e vërteton në gjithë shka tjetër. Truri po se po. Po zemra ka 14.000 qeliza, njëjtë që i ka truri, ama ka 14.000, shumë pak ka. Që do me thonë, ato kanë një memorie. Ajo që lëndohemi, ajo që dashurojmë, ajo që urrejmë, ajo që ndjejmë. Prej këtu fillon, pas ta i shkojnë sinjalet në trunë. Do me thonë, këtu është e vulkani problemi. Edhe prandaj Allahu shprehet, i thot Muhammed a.s. Ne dim, o Muhammed, se ti të ngushtohet gjoksi. Zemra këtu, gjoksi. Nga jo që tjerë thuën. Andaj, mos u thuni njëzë fjatë shia vëlla, ju lutëm. Zidh një fjalët, se dhe për fjalët do përgjigjemi. Për fjalët, për fjalët. Dikuj ma mirë shko prishja shpin me buldozher, sa ti thuash një shpifje të keqës të këfrulla, ku e di unë. Shpinë ndërton, mjeshtrit, krejt, ato do më lidhemi pare. Aman. Si gja pastrujmë në ati, si gja hekëm atë shqetsimin nga gjoksi atine, si gja hekëm, hajtë. Ska operim. Zban, asë një spital në bot, nuk ka që e hek shqetsimin në zemër. Hapat që i marëm në apotek. E din që farbojmë. Ato janë si jargani, si qebja. E mbulojnë smundjen, shpesh. E mbulojnë. E flejnë, nuk e hekën. Është problem për ta hekë. Flasë për smundje shpirtërore, nuk flasë për smundje tjere. Po ki hoxha bën reklam antifarmaci. Jo, për smundje që ne shqetësohemi emocionalisht. Allahu i jep një përgjigje dhe një zgjidhje Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Çfarë i thot? Për këtë që e shqetësu o Muhammed, për ato që ato flasin, çfarë bësh? Falendero Allahu. Shtoj zikrin, i thot, shkoni. A don që të harojsh një mendim të keq, të hapë unë një eksperiment, që ja vlen, është të sukseshëm. Një mendim që nuk del pimenje, një mendim të keq, një shqetësim që dikush ka thënë diçka për ti. Si të harojsh? Fillo me tesbihet. Subhanallah 33 herë, Elhamdulillah 33 herë, Allahu Ekber 33 herë, La ilaha illallah 33 herë, Estagfirullah 100 herë, po 100 herë, se aq ka thonë Muhammed a.s. Ka thonë, unë jam i dërguar i Allahut, por në ditë them Estagfirullah 100 herë. Përmendoj gjinat atia dhe tonët. Nese duhet themi, dërisa të vdesit, non stop. Miliarde, triliona, kështu më rafë. Aman thot 100 herë. Këto e zbutin zemër. Kjo është argumentuar me ajet kuranor. Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. A nuk qetësohen zemrat me të përmendurit Allahut? Allahu thot në kuptimin e asaj që nuk ka shansa mos qetësohen. Pa tjetër të qetësohen zemrat me të përmendurit e Allahu xhaleshanu. Allahu xhaleshanu do me thonë, në pjesën e parë të ajetit e tregon shqetësimin e tregon se ai e din ato që ti shqetësohesh, në pjesën e dytë ja jep ilaçin, ja jep rrugdaljen Muhammed Mustafa sallallahu taala alaihi wasallam. Andaj vëllezër dashur, mos të endemi shumë na për doktore, për pak e për shumë, do me thonë, ta provojmë me Kur'anin e herë. Flas për ato shqetësime që i kemi në tru, në zemër, në gjokset tona, edhe ta shohim orientimi i Allahut sa i suksesshëm të jetë, edhe orientimi i apotekave sa i suksesshëm mund të jetë. Allahu ka garantuar me Kur'an se me të përmendurit të Allahut zemrat qetësohen. S'ka shanse mos qetësohen. Kur nuk qetësohen? Nuk qetësohen nëse ti këtë zikër e bën me rezervë, të dish. Si ilaçe çipin, dhe peja, ma dhe asgjaz. Ma para është besimi, të kesh besim në Allahun shano. E tevekkul është në gjuhën arabe thuan mbështetje në Allahun. Çfarë është mbështetje në Allahun? E dini çfarë është? Mbështetje në Allahun është me një fjalë, a them. Të besosh në planin e tij. Ai ka plan për ty. Një kolibe e vogël që bëhet përqend, bëhet me plan ashtu, përqeni. Imagjino për jetën tënde Allahu nuk pas ka bëhet plan,
E pse nuk shkon plani si duhet? I Allahut shkon si duhet, por ne i përzihemi, ne nuk bëjmë, ne nuk jemi në atë rrugë si duhet, prandaj mendojmë se dënjare Allahu pas ka bërë plan të keq për ne, astagfirullah. Allahu ka bërë planin ton edhe për ne të shkëlqyeshëm. Ne jemi ata që e prishim planin e Zotit. Mendoj e prishim planin e Zotit, unë e prishish, por planin e rrugës tënde të mirëqenjes. Vjen që qetosh mirë, e ka thonë, përmendëm be mu do qetësohesh, sa puna. Ku është problemi? Allahu qetësov dhe i shpërbleft të gjithë ata njerëz që mundohen thuan fjalë të mira të tjerëve, mos i shqetësojmë njerëzit, as pak, as me fjalë, as me punë. Allahu na udhëzoft neve, na mbrojt neve, familjet tona, rinin tonë, inshallah taala. I shëroft të smurët tanë, i boft magfiret të vdekurit tanë dhe fjalla jonë dhe frima jonë, në fundin në këtë dynjë qoftë. La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, walillahi l-Fatiha.